Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Takohemi në videon e orëve të para në fakt në kanalin Monitor TV për ngjarjet më të fundit që po ndodhin rreth artistëve shqiptar, rreth jetës së tyre dhe konkretisht rreth të madhit Luiz Eili. Ju e dini shumë bukur që Luizi sot ka festuar, në fakt dje ka festuar ditëlindjen e 41 të tij. Një ditëlindje që është më e veçantë nga herët e tjera, një ditëlindje që tregon një anë tjetër të Luizit, do me thënë tregon një Luiz i cili tashmë është me një familje të madhe, me një përgjegjësi të madhe, me një rrugtim të madh, me një sferë të bukur në jetën e tij. Unë u pata premtuar që me patjetër që do ta sillja manifestimin e Luizit, se si Luizi ka manifestuar ditëlindjen e tij. Nuk ishte një ditëlindje ashtu siç në fakt jemi mësuar që të shohim tek VIP-at shqiptar dhe kjo gjë më pëlqen tek Luizi, që do me thënë momentet e çmuara i kalon me njerëz të çmuar. Tani kush më shumë mund të gëzohet se nëna jote, gruaja jote, fëmia jot për moshën tënde, për ditëlindjen tënde. Normalisht që askush tjetër nuk mund të gëzohet dhe askush tjetër nuk mund ta shijon, ta feston dhe ta gëzon këtë ditëlindje. Në fotografinë, do me thënë Luizi, Kiara Luna dhe zonja Anxhelin kishin përzgjedhur që ditëlindjen ta festojnë larg Tiranës, larg temperaturave të larta, pranë qetësisë së detit, pranë ajrit të pastër dhe pranë kënaqësisë që të falin ato dallgët e bukura. Janë një set fotografik ku Luizi me shumë emocione ka shprehur ato ndjesi që ne në fakt nuk jemi mësuar që t'i dëgjojmë gjithmonë nga Luizi, do me thënë rrallë herë i dëgjojmë ato fjalë të thëna nga Luizi. Luizi ka folur atë që ja ndjen shpirti dhe ja don zemra dhe ka qenë i bekuar në këtë ditë dhe falendërues jashtëzakonisht ndaj krijuesit që i fali mundësinë që Luizi me shumë dashuri të feston ditëlindjen pranë njerëzve të tij të dashur. Çfarë pashun në ato fotografi? Fillimisht një herë kishim përzgjedhur që e gjithë familja të veshen në të bardhë, që nuk kupton, do me thënë, ishin bërë gati për të shijuar momentin e tyre, ishin bërë gati për të manifestuar këtë dhuratë të bukur që Zoti u ka dhënë. E pash familjen Eili realisht të lumtur dhe shumë të bekuar, do me thënë ishin në format e tyre më të mira për të festuar dhe shumë falenderues. Luiz Eili, tortën e kishim përzgjedhur të thjeshtë, një torta e bardhë që realisht ka simbolikën e dashurisë, ka simbolikën e shpresës, të lumturisë, të suksesit, të gjithçkaje që në fakt e përkufizon një njeri dhe Luiz Eili realisht e kanë përkufizuar këto gjëra në formën më të mirë të mundshme, në formën më të bukur të mundshme. Do të thënë është Luizi në të gjithë dimensionin e tij, është Luizi në të gjithë veçantinë e tij. Luizi dhe Kiara, me patjetër që pas këtij gëzimi kaq të madh, do të vazhdojnë me punët e tyre, Nga Kiara arritëm ta kuptojmë që Luizin e pret një sezon i ngjeshur nga shtatori me emisionin e tij që do të jetë një emision i bindur jam, një emision gjigant, një emision i veçantë, një emision që do të ketë vlera të veçanta dhe nga ana tjetër kemi një Kiarë e cila përgatitet po ashtu për shtatorin që do t'i pret edhe më fuqishëm, do me thënë e kemi çiftin Eili për herë të parë të dy të fokusuar dhe të pozicionuar në televizionin në Top Channel, aty ku në fakt ato do t'japin atë dashurinë, do t'japin atë bukurinë e vet, nga natyra e vet për artin e bukur shqiptar. Sot çifti feston, sot ato janë shumë të lumtur dhe unë jam shumë i lumtur që shoh këtë gëzim në fytyrën e Luizit. Unë uroj që ditëlindja e tij e 41
të jetë një ditëlindje që Zoti t'i falën edhe një fëmijë në jetë, sepse mendoj që Luizi e ka kohën tashmë të bëhet për të dytën herë baba, për t'i shijuar emocionet që më besoni janë shumë më të bukura, janë shumë më të ëmbla, edhe se nga hera e parë që në fakt je bërë baba, do me thënë sa më shumë fëmijë të bësh, aq më bukur, aq më e bukur është jeta, dhe presim një Luiz i cili do me thënë të na vi me shumë risi këtë vit të 2026-ës për ta mbyllur këtë vitin me një fuqi të jashtëzakonshme dhe për të qenë sa më afër njerëzve që e duan, e mbështesin, i dhurojnë dashuri dhe i qëndrojnë pranë. Do me thënë, pash një familje ëngjëllore, ngjyra e bardhë simbolizon ëngjëllin, ngjyra e bardhë simbolizon dashurinë, simbolizon respektin, simbolizon shpresën dhe sinqerisht e pash një familje që në të vërtet meriton këtë pozicionin të cilin e ka në jetë, meriton këtë dashurin të cilën po e jep dhe këtë mrekulli që po e jeton. Do me thënë, pash një Luiz realisht të përmbushur. Shqyqur Zotit kemi këtë shkathësi në fakt për t'i lexuar syt dhe në syt e Luizit unë pash lumturi. Do me thënë, Luizi është i bekuar dhe është shumë falenderues për familjen që ka, për nënën që ka, për vajzën që ka, për gruan që ka, dhe kjo në fakt është arma më e fortë që Luizin e karakterizon dhe Luizin e bën që të ndjet i veçantë dhe i përsosur në të gjitha format. Unë uroj me zemër që kjo familje të festojë gjithmonë, qoftë viti jot Luiz, ashtu siç kanë qenë të gjitha këto vite që pas përfundimit të Big Brotherit, ne mezi të presim në ngjitjen tënde në skenë në muajin shtator, aty ku ti do t'japësh edhe atë talentin të cilin pak e ke shprehur në fakt gjatë prezantimit të hapjes së programit të Kiarës, por në mënyrë të detajuar nuk e kemi parë. Kështu që ne të presim me shumë dashuri, të presim me shumë emocion dhe shpresoj që Zoti do me thënë Luizeli sot na bëri që të jemi të veçantë dhe na bëri që të jemi të lumtur, realisht ashtu siç është ajo familje. Ju mos u largoni nga Luizi, ashtu siç kam çfarë pres unë, keni çfarë prisni edhe ju. Unë di shumë gjëra, por nuk i them dot, do të vi momenti që t'i them. Qëndroni pranë Luizit, qëndroni me familjen Nelly, se më besoni, do të befasoheni dhe do të mahniteni nga ajo që do të dëgjoni. Më besoni që çifti është duke punuar në formën më të mirë të mundshme për të ardhur në një dimension të veçantë pranë jush, në një dimension që ju në fakt nuk është se e keni parë edhe më herët. Unë edhe një herë ju uroj të gjitha të mirat, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV, në këtë kanal ku ne postojmë gjithçka nga showbizi, emisionin A më dëgjon dhe çdo gjë tjetër, për të ndarë lajme bombastike, për të ndarë momente të bukura që në fakt edhe ju do të fasionoheni.